Mjeku çudit botën, ky gabim që bëni me domatën mund t'ju kushtoj jetën. Mos i vendosni asnjëherë domatet në frigorifer, e thot këtë kërkimi më i fundit sipas të cilit temperaturat e ftohta do të largojnë të gjithë shijen e tyre. Nëse nuk duam të kemi domate që duken të bukura së jashtmi por pa shije, këshilla është që të mos i ruajmë në temperaturat nën 12 gradë sepse i ftohti ndërhyn tek enzimat që japin shijen karakteristike këtij ushqimi. Grupi i studiuesve të Universitetit të Floridas ka konservuar disa varietete domatesh në 5 gradë. Pas kësaj periudhe konservimi domatet u zhvendosën në një ambient me temperaturë 20 gradë dhe u pa që shija e domateve gjatë kohës që ato kishin ndenjur në vend të ftohtë kishte ndryshuar në masën 65%, ndërsa duhet të dini se studiuesit këshillojnë që të shmanget konsumi i domateve të dimrit, të cilat ruhen për një kohë të gjatë në markete në ambiente frigoriferike.